Menjëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të rrëzuar kërkesën e tij për liri, Ilir Meta ka reaguar me një gjuhë teje të ashpër, duke e cilësuar institucionin si gjykata e lanës dhe duke akuzuar antarët e saj për zvarritje të qëllimshme të procesit. Përmes një deklarate, Meta hodhi akuza të forta për anshmëri, duke pretenduar se gjykata ka vepruar me urdhër për të penguar ankimimin e çështjes së tij në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg. Sipas ish-presidentit, gjykata kushtetuese e ka mbajtur çështjen pezull për 6 muaj, përtej çdo afati të arsyeshëm. Sipas tij, kjo vonesë nuk është rastësore, por një strategji e qëllimshme për të vonuar rrugën drejt drejtësisë ndërkombëtare. Asnjë surprizë nga gjykata e lanës. Sot tregoj edhe një herë se kjo gjykatë nuk di të zhgënjej. Vlerësimin tim për të e kam thënë që më 2 mars 2020, kur këta betoheshin te lana, u shpreh Meta. Meta u ka bërë thirrje antarëve të gjykatës që të paktën të tregojnë pak dinjitet dhe të mos vonojnë zbardhjen e vendimit, në mënyrë që ai të mund të vijojë hapat e tjerë ligjor. Ai e konsideron procesin ndaj tij si një farsë të neveritshme dhe drejtësi me regji. Në reagimin e tij, Meta u ndal edhe te procesi në themel që pritet të nisë së shpejti. Ai ftoi mediat dhe gazetarët që të jenë të pranishëm më 27 prill në seancën e parë gjyqësore, ku pretendon se do të shmontojë akuzat.